do më thonë, je plagos 2 herë në momentet të ndryshme. Po prap, sa i shëru i rikëthy, e ke vazhdu, nuk është se e ke pas një moment me thonë që okay, këtë rodhë pështova mës të këthena mo, se herën e parë thaj që ke ranë në mina. Po që Vullneti, dhe kur shishe me kom pjesë e familjes Haradinaj mi pa ata dje ma zot, që s'kishin fri. Ta shparameno, kur kishin ardhur ushtarë të pashtrikit e i shishin ta, t'i liftu, se nuk pëjnë që ma ju në luftën e pashtrikit që kam qenë edhe pjesë. Me gjitha të janë motivu ma shumë. Janë motivu pse do të Haradini lufton kështu. S'ka frikë njëri që vritë. Atër t'i e pa motivin e Haradinëve tonë kem pas motiv. Atër, ti e përmende disa herë që ke luftu edhe në krahë të Daut Haradinaj, Shkelzen Haradinaj. A e mban mend ndoshta Dautin në luftimet caktume, ose në ai rast që don me tregu për? Po Dautin e mend në Pazar, ka qenë ndër luftëtarët më të fuqishëm. E dallupi i Shkelzenit, se Shkelzeni ka qenë alfa omega i ushtrisë, ka qenë prind për ne në atë kohë, se kërkon luftë s'ke pas më të afërt se ata që tu dheshin, e sidomos Shkelzeni, se Ramushi na ka rastis ma rrallë me taku se ishë në zonën e Jabllanicës, atë na ishim të nejnë në Ratish. Ata kanë qenë alfa omega, Dauti sidomos dihet që ka bo në betejën e Pazarit. Kur edhe munges municion në nxerrte pistoletën, e kishte edhe një top dorë, po ishte ajo pistoleta që pa kush e bën ata, që për disa të rido këtë ondër. Me pistolet, me i luftu sërbët, me full municion. Sa tu ishin tu kall shtëpi, ishin tu kall shtaz. Llogarit edhe në ato në momente, kishim atë ndjenjen e paqes se duhet mi pështu kafsht, para mendo. Që ishin të udjek, që ishin futur sërbët, ti djek kafsht për zgjallë. Dhëmshuria. A dhëmshurin edhe për shtazë. E qartë, po. Po, kjo është dallimi, besoj, i dy popujve. Dy popujve. Vërtet e një, pasat janë popull gjenocedial, kriminal. Po. Janë lindur për atë punë, thjesht janë slavë, Karpatova.